Kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci është kundërpërgjigjur sot deklarimeve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetarit të saj të ri Bedri Hamza lidhur me zhvillimet e fundit brenda degës së PDK-s në komunën që ai drejton. Në reagimin e tij Ladrovci thotë se mësimi nga Drenasi nuk pati efekte PDK-ja, ndërsa e kritikon disa nga eksponentët e partisë për atë siç thot ai që janë ligjërata koti dhe mungesë reflektimi. Reflektimet në opinion nga ndonjë eksponenti lot me ligjërata koti apo nga zoti Hamza, që synon të barazojë shkakun dhe pasojën, kjo nuk është rruga për ta fuqizuar partinë, as degën, shkruan Ladrovci. Mëtej kryetari Drenasi thekson se uniteti është kushti i domosdoshëm për fitoren e PDK-s në zgjedhje dhe për ndryshimin e gjendjes në vend. Uniteti është zotimi për kushtimit për qëllime më të larta se fati i një dege apo individi. Uniteti është kushti i fitores për ta ndryshuar gjendjen e Kosovës, e cila qëndron mbi çdo sakrificë të tonën, deklaroi ai. Ladrovci shtoi mëtej se PDK-ja ka nevojë për ridefinim të qasjes politike dhe organizative, duke theksuar se partia duhet të udhëhiqet me gjuhën e fitimtarëve dhe me vizion pa kushte. Sipas Ladrovcit, shkurtpamësia politike duhet të largohet nga partia e krijuar nga heronjtë e luftës dhe të paqes, ndërsa paralajmëroi se keqbërësit dhe bedelët politik mund të mbesin si shenjë dalluese e partisë nëse nuk ndryshohet kursi.